Tashmë e dini që është mbyll konkursi për antar shkillit gjyqësor dhe gjithsej kemi 23 aplikantë. Janë 19 aplikantë shqiptar dhe 4 serb. Pra janë plotësu kushtet për mu formu grupi punues për shërtimin e aplikacioneve të kandidatëve. Pasi grupi punues të mblidhet përfundoi punën, kryesuesi i grupit punues në mbledhjen e radhës e njofton komisionin me gjeturat sa i takon kandidatëve dhe si komision dakordohemi për datën dhe kriteret e intervistimit të kandidatëve. Më lejoni të informoj që aktualisht janë 3 pozita të lira për plotësimin e përbërjes së Këshillit Gjyqësor të Kosovës si në vijim, një antar nga radhët e jo gjyqtarëve nga komuniteti shqiptar, sipas nenit 108 paragrafi 6 në paragrafi 2 Kushtetutës Republikës Kosovës, përkatësisht amandamentit numër 25, 2 antar nga komuniteti serb, sipas nenit 108 paragrafi 6 në paragrafi 3 Kushtetutës, ku të paktën njëri prej tyre duhet të jetë gjyqtar. Grupi punues, pra, du të formohet për të shërtu dosjet e kandidatëve që i kemi përpara, ju lutj që dosjet t'i ruani edhe për pjesëmarrje mbledhnashme, po edhe kush zgjedhet antari i grupit punues, t'i ruaj sepse administrata nuk mund të bëj kopje tjera së shumë voluminose, si të kursejmë administratën, runi këto kopje për intervistim, për fazën e intervistimit, por edhe për punën në grupin punues për shërtim të aplikacioneve të kandidatëve. Unë propozoj që grupi punues që shërton dosjet e kandidatëve nuk është i përcaktuar në ligj sa antar duhet të ketë. Propozimi im është që të përcaktojmë që të gjitha grupet parlamentare të kenë nga një antar, po sigurisht na vendosim me votë këtu. Edhe për kryesues, nëse pajtohen deputet nga opozita me elan opozitës, unë të kisha propozuar Besnik si kryesues i grupit apo s'pranon? Grupit për shërtim dokumentacioneve të kandidatëve. Ajo. Okej. Mbledhjen sot e përfundojmë para orës 1 për shkak të protestesh, okej. Nuk ka problem. Atëre, unë tash me vetë propozu vetëm, po më propozoj që mas pari antar, nëse dakordojmë me propozu të gjitha grupet parlamentare nga një antar në këtë grupin që i shërton dokumentacion. Ka rol teknik me na prunojve një raport me thonë që dosjet e aplikantëve janë në rregull. Po e hopi për diskutim, kush e dën fjalën? Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Po, ky grupi punuese ka përgjegjësinë si thatë ju e trajtuar në aplikacionet në raport me kriteret e konkursit. Me pasa i përmbushin formalisht, domethënë këta kandidatë kushtet e parapara në konkurs. Nuk sha dash mi dhanë ndonjë dimension politik kësaj faze. Domethënë ky raport i pozit-opozit është jo shumë relevant me thonë drejtën në këtë fazë. Grupi punues në fund të fundit bëhet për me ekonomizu punën e komisionit, se edhe vetë komisioni në përbërje të plot mund të jetë grup punues që i trajton dokumentacionin. Po meqense ideja është mos me të angazhu në të 11 antarët të milot një grup me 3 ose 5 antarë të cilët i trajtojnë aplikacionet dhe na sjellin një raport. Nuk i kam problem domethënë se kush e kryeson, si rregull është përgjithsisht deputeti i majorancës i drejton grupit punuese, por dakord jam nëse të tjerët janë dakord. Unë veç e kisha propozuar deputetin profesor Vigan Qerollin si antar të grupit. Edhe një pyetje kisha bërë për administratën numri 3 dhe numri 12, a bëhet fjalë për të njëjtin person apo ajo? Okej. Dakord. Faleminderit, atëherë unë mendoj që edhe zoti Qerolli mund të bëhet edhe kryesues i grupit, se kam problem. Po, jo, në rregull është, nëse pajtohesh lëm kryesues grupit. Absolutisht. Nuk kam asun asnjë rezervë, kushdo që ta kryesoj, është rol honorific do thoja, secili që ta ka përgjegjësinë me vetë faktin e qenurit deputet mund ta kryesoj legjitimisht, kështu që i takon komplet komisionit për me përcaktu këtë. Kështu që nëse ka eventualisht mos pajtime ta kryeson majoranca apo opozita, atëherë mundemi me qitë votim. Nuk është ndonjë problem teknik. Po mundemi ne me kurtoazi patjetër me udhën kënaqësi në udhëheq patjetër. Faleminderit, po lojmë që ju përfaqësoni VV-n edhe udhëheqni grupin. S'ka problem. Jo, meqense ju e diskutuan kryet herës që potencialisht
vend, as po prishim as qefin as dëshirën për me udhëheq, kështu që me kënaqësi më të madhe ta jo. Nuk është, unë i kisha propozim Besnikun, po. Okej. Besniku se pranoj, atëherë më rretis. Adnan, Jo, me qenë si filloj, do më thonë me propozimin që opozita në rregull është, krejt ideja është që me trajtu pak me efikasitet këtë fazë, do më thonë, është mirë mbase sot ju me mbledh me trajtu këto aplikacione. Unë që mos me humb kohë, unë jam për një diskutim tjetër se edhe procesin e intervistimit me zhvillu sa më parë. Do më thonë, nëse ju vononi si grup punus me i trajtu e dokumentacionet, na vononi mbledhjen e ardhshme të komisionit ku duhet ta kemi raportin dhe ta marrim vendimin për modalitetin ose modalitetet e intervistës, ose edhe këtë diskutimin për intervistim mund ta bëjmë që sot, edhe që të pajtohemi që në mbledhjen e ardhshme si komision të fillojmë procesin e intervistimit. Unë nuk jam veç për me humb kohë, kur gjë tjetër, domethënë, edhe kryesuesi i këtij komisioni, se në fund të fundit nuk është që ju vendosni edhe me një farë konsenzusi të grupit aty se s'keni me marrë vendime. Nëse nuk pajtoni sillet procesi këtu në komision, edhe po. Kështu që jo, në rregull vazhdoni veç le të nuk e di a ka interesim për cilit grup me marr pjesë, domethënë. Nëse ka interesim, po e ndjekim këtë kriter. Kështu, kryetar, unë mendoj që fillimisht neve administrata na e ka bërë një lloj vettingu hetimit dokumentacionit dhe nuk na ka ardhur dokumentacioni veç ato. Pra kjo pjesa e analizës dokumentacionit do t'jetë detyra jonë, mirë po, pe i përvojës të kalume, na kem qenë me Adnanin duket kur kemi intervistu anëtar të gjykatës kushtetuese. Më e rëndësishmja është me përcaktu kriter të sakt çka e bën të denjë një kandidat apo kandidate me qenë në institucionin më të lartë të gjyqësorit. Për mu, këtu është qelsi. Edhe për du me qam bo kur i hapur me ju kolegë, sidomos për lerimin edhe për viganin që s'kan qenë për para, unë nuk unë pas përvoj të mirë në disa intervistime. Edhe prej një përvoje ku patu me intervistu një person edhe ja vendosen neshtë, me thona i njëri ke jashtëzakonisht i Zoti, dhe thotë unë mu ku vendos mos me marë. Sot po ve në këtë intervistim për me mujt me pas një ajo që quhet merit-based, një bazë meritore që aty në njerëzve që i quajmë KXK. Që i votojmë, pra tepër është e rëndësishme kriterin në çka e bazojmë, do të thonë selektimin e këtyre kandidatëve për mua është qelsi. Qelsi, unë nuk po i njoh shumicën e tyre, edhe mirë që s'po i njoh. Kjo nuk është tim, mirë po është me rëndësi me vendos kritere shumë të forta kon e vendosim në këtë institucion të lartë. Jo, faleminderit. faleminderit Besnik, pajtohem edhe unë që për këtë pjesë, ne kemi një pjesë të kriterëve të përcaktuar në ligj, po pjesën tjetër na mbetet neve dhe pajtona që është dashur si komision me bo. Mendoj që mbledhjen e ardhshme kur ta vendosim çështjen e kur të marrim raportin e grupit punues edhe vendosim datën e intervistimit, du ta zhvillojmë këtë debat, i bim kriteret që i ka ligji edhe i vendosim ne, si më thon disa kritere me njëri tjetrin këtu, që të orientojmë edhe pyetjet në drejtim që të nxjerrim kandidatët më të mirë, edhe unë do të kërkoj edhe kemi këtu edhe përfaqësues të organizatave qeveritare që janë ekspert ligjor, vullnetit të tjerët. Edhe ju ftoj me shumë kënaqësi me përcjell procesin krejt. Kështu që do ta bëjmë për çata edhe po nalim sot me diskutu dhe punën e grupit, që është teknike puna, po për shembull mund të ketë harru dikush një dokument ose diçka dhe ajo në një fazë tjetër mund del problematike, diçka që na duket teknike, në fund mundet me përfundu si problematike. Bler, me të propozuar me udhëheq grupin punues, ç'a mendon? Kryetar, se mriva me vones kërkoj falje, nuk mriva me pa diskutimin para prak çka keni diskutu edhe grupin punues që kam shërtu dokumentacionet e aplikantëve edhe me sjell një raport. Problem, kryetar, mund të jem nëse partitë Ka dakordem. shumicës janë okay, nuk kam të lashe. Atëherë po vendosim Blerta e kryeson grupin për prej lëvizjeve vendosjes së të Çorolli, apo si antar, po shkojmë nga një antar prej secilit grup parlamentar. Besnik, je veç ti prej akës. Jo, sot jo.
Jo, sot nuk e kemi. Nesër më në ora 9. Të akordoni. Veç ta plotësojmë atë komisionin, pastaj për orën e. Okej. Prej grupit të komuniteteve, po, Ergjoni, i na bëjmë mund shënim dikush? Okej. Ergjon, edhe Serbisht nuk di, më vjen keq, apo duhet vetë zonja, apo e ka për kthimin, okej, e ka për kthimin atëre. Okej. Po. Въпрос по функционеру. Tash. Ne. Kaže, ili hoćeš da budeš član? Ja se izvinjavam, zamolila bih samo da mi prevedete pre ono što je rekao, jer nije bilo prevoda. Inače, nije mi prevedeno ono što ste pre toga rekli, tako da ne znam šta me pitate. Okej. Dëshironi të janë Po, të po. Se nështë s'ka shku për kthimi. Jel neko može? Ne u dakordum që të propozojmë gjitha grupet parlamentare nga një antar në grupin punues që shqyrton dosjet e aplikantëve për antar U shqyrtësor. redu. Edhe pyetja ishte a pajtoni ju që ta përfaqësoni grupin e juj parlamentar. Da, hvala. U redu je svakako, obzirom da sam deo ove komisije, svakako prihvatam da budem deo ove radne grupe, to bi bilo i korektno i dobar je vaš predlog da ispred svake stranke bude neko ko će biti deo ove radne grupe. U redu, izvinjavam se što nisam sinhronizovana bila u ovom delu. Da. Të lutem se ishte edhe gabimi im nështë në mikrofon edhe për shkak të përkthimit. Atëre konstatojmë që komisioni do të ketë 5 anëtar dhe do të kryesohet nga deputetja zonja Blerta Deliu. Formalisht duhet ta hedhim përbërjen e komisionit në votim. Kush është pro kësaj përbërje të komisionit? Vota kundër s'ka. Të gjithë anëtarët prezent janë pro formimit të komisionit. Atëre komisioni mbetet nesër me sjell raportin, unë propozoj që na ditën e enjte u mbledh si komision për legislacion, po diskutojmë prapë. Nëse po i Veç me miratu raportin. Okej. Të këshyrëm sot onca. A u thirë sa onca? Sa të kryesia. Okej, atë jo gjysore o pak. Non e lojnë. Muna me lonë nëndë ose me lonë mas sa oncës. A lëm nëndë? Non vële. A jeni dakord krejt? Atëre në ora 9 të ajten miratojmë raportin e grupit punues për shqyrtimin e dosjeve, edhe vendosim për datën e intervistimit të kandidatëve. Unë propozoj edhe një diçka shkurt se kemi kohë, besnik edhe 5 minuta, po. Kemi kohë, unë propozoj që kur të bëjmë intervistimin me kom për një ditë për gjithë kandidatë, e ndajmë një ditë që kena ditë pune, bëjmë një pauzë për drekë, kthehemi prapë, intervistojmë, po i caktojmë çdo kritere mbledhjen e ashme, prej orës 9 deri në 10, besoj që për një orë i kryjmë gjitha. A ka dikush diçka tjetër me shtu ose që se kemi përfshi? Nuk ka, atëre ju uroj punë të marë grupit punues. Po. Faleminderit.